Nuk ka pse na del kryeministri dhe na thotë që janë agjentura iraniane, janë kështu janë ti ke instrumentet e duhur si shtet. Hetoj, zbuloj dhe çoj aty ku duhet shkuar. Por nuk kanë jo demagogji gjithmonë, dhe nuk na takon. Mua dhe juve nuk na takon si brezi më i ri që të vazhdojmë me të njëjtën terminologji me anti-amerikanizëm apo me pro-iranianizëm apo ku do të gjëra të tjera. Më duken terma pak të dalë jashtë kohë dhe më tepër i shërbejnë këtyre që janë sot, gjykoj unë. Dome? Unë nuk I gjykoj si të dala jashtë kohë, megjithatë doja të thoya diçka që aty ku unë me ty diferencojmë, nuk është tek ideja që në Shqipëri ka pasur gjithmonë agjentura të huaja të përfshira tek protestat. Kjo është e vërtetë që thua ti dhe patjetër që gjithmonë ndoshta do ketë të drejtë për këtë gjë, por aty ku unë dhe ti diferencojmë është që unë mendoj që në fakt e gjithë protesta është stisur in the first place, pra në fillim nga faktorët që Shqipërisë nuk I do të mirë. Po ku ti referoheni? Dakor, unë mund të bie dakord me ju, po unë nuk e marr këtë guxim ta them se s'kam indicie të duhura. Politik zotëri, I referohem abstragimit tim politik, pra referohem faktit që kjo protestë nisi për një investim amerikan, I referohem faktit që kjo protestë nisi pa kujtuar. I referohem faktit që siç edhe e përmenda në ligjëratën time, sektet pjesëmarrëse të asaj proteste, marksistët, iranistët, rusistët, sovranistët, liberalët ekstrem, pra këta postmodernistët e tjerë, këta janë të gjitha I nderuar sekte anti-amerikane dhe ata kanë të drejtën e tyre ta urrejnë Amerikën, kanë të drejtën e tyre ta urrejnë Izraelin, kanë të drejtën e tyre të dalin në protestë, po mos më thuaj mua tani që kjo s'është protestë anti-amerikane, është siç kemi atë punë, siç ka element të lëvizjes vetvendosje në ato rrugë. Lëvizja vetvendosje ne mund të themi shumë gjëra edhe të mira për Albin Kurtin, por Albin Kurti është një anti-amerikan I thekur zotëri, sepse këto politika ka dhe unë nuk kam fakte. Më intereson fare Albin Kurti me të drejtën. Unë nuk kam fakte prokurorësh, por unë syt hapur I kam, veshët në rregull I kam për të dëgjuar dhe nxjerr konkluzionet e mia në bazë të fakteve që shoh në terren. Dhe patjetër që ne mund të kemi qaste të ndryshme, por kur ti she gjithë to sekte, kur ti she natyrën papritur pa kujtuar të protestës, kur ti she investimin amerikan, kur ti she dinamika gjeopolitike, logjika të çon në konkluzionin e vetëm që kjo protestë nisi për një arsye idiote dhe drejtohet nga individ të cilët Shqipërisë nuk I duan të mirë mendoj unë.